Nëse një festë zyrtare bie të shtunën apo të dielën, e hëna do të jetë pushim. Qeveria ka rikthyer vendimin e shfuqizuar nga qeveria Berisha në janar të vitit 2010, vendim i cili do të hyjë në fuqi që nga kjo e diel e Pashkëve Katolike, që është zyrtarisht festë zyrtare. Për numrin 2 të qeverisë, ky vendim rikthehet në respekt të kodit të punës. Kur festa zyrtare bie në ditë të pushimit javor, dita e hënë do të jetë ditë pushimi. Duke shfuqizuar në këtë mënyrë VKM numër 54, datë 3/2/2010. Kjo vjen gjithashtu në respekt edhe të ndjeshmërisë së komuniteteve fetare, pasi ka festa kombëtare që janë edhe ju përkasin edhe besimeve fetare, duke filluar nga e hëna që vjen, që është e hëna pas Pashkëve Katolike, përfitoj nga rasti të uroj gëzuar Pashkët besimtarëve katolik. Dita e hënë do të jetë pushim dhe çdo e hënë tjetër që vjen pas ditës kombëtare të pushimit kur ajo bie në fundjavë. Por këtë vit shqiptarët do të përfitojnë edhe 10 ditë pushimi ekstra, për shkak të ditëve në të cilat festat zyrtare përkojnë në fundjavë. Ndërsa publikoi lajmin pas mbledhjes së qeverisë, Beleshi u shpreh se ky vendim duhet të merret seriozisht, pasi nuk është gënjeshtër e 1 prillit. Faleminderit dhe dëshiroj të shtoj që kjo nuk është një shaka e datës 1 prill.